nuk kemi pas shumë probleme. Para një vite e gjysh, thoya se kemi pas ndërprerje, reduktime, tash në qëtë fazë jo, përveç dje kemi pas shumë. Edhe ndërprerje kështu defekt, po edhe reduktime, si mas që shkum në dëgju. Sa po ju dëmton juve? Vallai shumë, rryma shumë na dëmton. Pa marrë parasysh, jemi shumë të asi se çdo brumë që i përgatitet ato vetë gjuhën marrna, është ashtu faza e përgatitjes, kur dalet rryma ato ke duhet me gjujtë shka të asi se ma nuk presin për më punu më pjekë. Po reagimi prej qytetarëve? Po reagimi, ko revoltime vallai, qysh, pse, tek, pyesin, a vjen, kur vjen, se zakonisht na informohemi nëpërmes tyne punëtorëve të kekut që na informojmë që kaq kur vjen. Ko ankesa. Sidomos tash fazën e dimnit shumë keq. Po kërkesa jonë është para mos me ndërprej, mos me pas reduktime, me pas non-stop, se me generatora s'mund të punojnë. Që ajo ma keqe. Po, përgjithësi besimi ka që të mdo shumë. Përgjithësi, janë të ankumë në gjitha anë, se po kanë ndërprerje të rrymës. Ne kemi një punëtor, dy punëtor jemi krejt, po ka të kushto 50, 40, 30, ta kanë pa shumë dikon. Tash po kjo, në vitin, mas lutës 2006 me ndodhë, kjo është, kur farë arsëtime s'ka po, pikë qyta që të ndodhen. Apel për mos më ndërprej rryma këta e në ju, po sa ndikon për njeve është problem. Gjdo apeli kemi, gjdo ditë kemi apele, po njëtë. Rryma po na vjen shumë shtaj. Muajin e kaluar na ka orë 164 euro. Nuk mujmë me përballu se na me drum nxjemi, as kena sen diçka me rrymë shtet mëdha që ka dikush shumë maqinë, këto jo, një maqinë lëmë që kemi. Fshisën e rrymë të tërsen kur gjë. Po shumë shtaj po na vjen rryma, nuk po mujmë me ja përballu. Shumë keq po na dëmton, shumë keq. Unë e fshi që është në për shtëpia, ku shkoj te shtëpia, çka me bëhet? Rryma po nalet, reduktimet shumë keq, po nalen shumë. E kena një nipin e kam të vogël edhe ai po duhet më nxjemi me diçka që është shumë keq reduktimet e rrymës.